Incident që ndodhi më rëmë, nuk do më friksoj, po do më bojnë më të fort se djetë. I bëjt thirrje policisë shtetit mori masa, janë të identifikueshëm personat, edhe vazhdoj punën që paguhet nga taksat tona. Edhe çdo sulm që do vi përballë meje, individit, nuk do më shmangi nga sheshi, nuk do më daloj kur. Do jem të çdo natë me protestuesit, edhe me tërheqjen e Edi Ramës sa më parë. I bëj thirrje të gjithë të jemi të bashkuar dhe mos përçahemi nga individ që paguen nga oligarkët edhe nga politikanët. Të jemi të fortë, do t'i mposhtim.